Një ditë pas emërimit, Skënder Hita ka marrë zyrtarisht detyrën si drejtori i Policisë së Shtetit. Në ceremoninë e zhvilluar me këtë rast, ai bëri betimin solem duke premtuar për kushtim dhe integritet në kryerjen e detyrës. Në nderin tim personal, betohem për të mbajtur me nder flamurin e Policisë së Shtetit. Betohem. Drejtori i ri e cilësoi këtë detyrë si një përgjegjësi të madhe, ndërsa nënvizoi objektivat kryesore të punës së tij, duke vendosur theksin tek lufta pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, duke nisur nga veteranët e policisë. Lufta pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit duke filluar dhe nga radhët tona. Rritje akoma më shumë e parametrave të sigurisë në shkolla dhe në çdo komunitet. Forcimi i rendit dhe i sigurisë në të gjithë territorin e vendit. Një mesazh të drejtë për drejtë e pati edhe për efektivët e Policisë së Shtetit, duke u kërkuar standard të lartë dhe përgjegjësi në ushtrimin e detyrës. Do të jem mbështetësi juaj në rrugën e drejtë, por dhe kërkues i lartë i standardeve dhe përgjegjësisë, sepse po përgatitemi për policinë e shtetit të një vendi evropian. Le të punojmë së bashku për një polici që nuk e imponon autoritetin, por e fiton atë çdo ditë përmes shërbimit dhe drejtësisë. Ju faleminderit. Në ceremoni morën pjesë dhe Albana Koçiu dhe Besford Lamadhari, të cilët vlerësuan figurën dhe eksperiencën e drejtuesit të ri, duke kërkuar rritje të standardeve dhe forcim të besimit të qytetarëve te policia. Skënder Hita ka një karrierë mbi 20 vjeçare në Policinë e Shtetit. Para këtij emërimi ai mbante detyrën e drejtorit Policisë së Fierit, ndërsa më herët ka drejtuar edhe Policinë e Durrësit, Dibrës dhe Shkodrës, si dhe ka mbajtur funksione të rëndësishme në hetimin e krimit në disa qarqe të vendit.